Tek të dy librat mund të gjejmë definicione, përshkrime edhe detyra, apo jo? Gjithçka po ashtu dhe të vizualizuara, gjithçka të përshkruar në detaje. Pikërisht edhe ashtu si që kemi biseduar edhe para 2 vitesh në emisionin para prak, që unë e kam të arkivuar në postimet e mia, atje sigurisht kemi trajtuar shumë hollësisht këta elemente, por po, më thonë, secili libër veçmas ka mbi 1000 probleme, të cilët studenti do të ketë mundësi tash t'i punoj, t'i zgjedh, dhe studentët që kemi në fakultetin tonë kanë fatin që çdo problem që përpiqen ta zgjedhin dhe që kanë vështirësi, e diskutojmë së bashku dhe e zgjedhim. Përveç asaj kanë shembuj të zgjidhur, para se të filloj studentit me probleme, ka shembuj të zgjidhur dhe shumë mirë të shpjeguara, me formula, me figura, me mënyrë përshkruese, dhe që të 3 format e shpjegimit lidhen njëra me tjetrën, dhe është një trajtim shumë i qartë i problemit që vetëm nëse nuk do, se përndryshe po patë dëshirë ta studiosh, studimi tash është bërë shumë i lehtë. Sigurisht këtyre ju paraprin edhe pjesa teorike, e cila është shtrydhur, themi ose sintetizuar me pak fjalë të thojë atë që duhet, që është domosdoshme, dhe e shpjegon në mënyrë shumë të thjeshtësuar.